Mirëmëngjes nderuar teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24, sot është ditë e martë, data shënon 10 shkurt 2026, është dita e 41 nga 365 të tilla. Dielli sot ka lindur në orën 6:43 minuta, ndërkohë që do të perëndojë në orën 17:08 minuta. Ne do ta nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vjuar më pas në pjesën e dytë me telefonatat, në pjesën e tretë do të jemi me avokatin Alban Duraj dhe në pjesën e katërt me Marcel Rupin. Por fillimisht si zakonisht e nisim me shtypin e ditës me gazetën Panorama. Heqja e imunitetit, çështja Balluku. Këshilli i Evropës i kërkon Kuvendit të veprojë urgjentisht. Shkeljet, Komisioni Evropian i bëri dje thirrje Kuvendit që të veprojë pa vonesa lidhur me kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit Belinda Ballukut, e cila është pezulluar nga detyra dhe përballet me hetime për shkelje të barazisë në tendera. Brukseli thekson se trajtimi menjëhershëm i kësaj kërkese është përgjegjësi e Kuvendit të Shqipërisë dhe një hap i domosdoshëm në luftën kundër korrupsionit. Në faqen 3 gjeni materialin e plot dhe thirrjen e Komisionit Evropian drejtuar Kuvendit të Shqipërisë lidhur me çështjen e Belinda Ballukut. Krye artikulli i Panoramës, pas pezullimit Ballukut, paralajmëron ndryshime ligjore. Birn Rama shpall kabinetin të paprekshëm nga masat e SPAK. S'ka ngut për imunitetin. Reagon Berisha, Rama po kërcënon gjyqtarët, grusht shtetin ndaj drejtësisë. Në faqet 2 deri në faqen 4 gjeni materialin e plot. Tituj të tjerë, Prokuroria Speciale kërkon 180 vite burg për 4 ish-krerët e UÇK-s. Haga 45 vite burg për çdo ish-komandant të UÇK-s. Në faqen 9 gjeni detajet nga seanca e mbajtur ditën e djeshme. Vendimi 1 vit në qeli kalon për gjykim çështja Veliaj. Legalizimet, hipotekimi i pronave, lista me përfituesit në faqen 22 për gjithë ata që janë pritje. Në faqen 22 të gazetës Panorama të ditës sotme gjeni listën me një pjesë të emrave. Botimi i Dacit Skënderbeu për tej Atlantikut, studimi në faqet 14 dhe 15. U përndojsh nga 30 sigurimsa, mesazhi që la Musin e Kokalari, gjyqin ndaj shkrimtares, një shkrim që vjen nga doktor Uran Butka në faqet 16 dhe 17. Shohim dhe hapësirën opinion, Draghi për Shtetet e Bashkuara të Europës, nga akademik profesor doktor Anastas Angjeli në faqen 19. Arben Cici, Epstein, e keqja në perandorin e pushtetit, jo kaos, por rend. Në faqen 18. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Panorama për ditën e sotme. Gazetën më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend. Ndërkohë ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është Radha e Telegraf, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Komisioni Evropian, presioni zyrtarëve publik mbi gjyqësorin në rrezik për integrimin. Komisioni Evropian ka reaguar në lidhje me çështjen e zëvendës kryeministres Balluku, për të cilën SPAK ka kërkuar heqjen e imunitetit për të japur rrugë arrestimit të saj. Komisioni Evropian thekson se përpjekjet e shtuara nga qeveria ose zyrtar publik për të ushtruar presion të padrejt mbi sistemin gjyqësor dhe pavarësinë e tij mbeten një çështje shqetësuese për Shqipërinë në rrugën drejt BE-s. Ndërkohë, një delegacion i Parlamentit Evropian i kryesuar nga David McAllister dhe i shoqëruar nga 8 europarlamentar nga të gjitha forcat politike do të mbrinë në Shqipëri më 17 shkurt 2026 në një mision 2 ditor. Në faqen 10 materiali i plot. Pa kulturë dhe adhetari nuk mund të kemi shtet demokratike as Shqipëri. Speciale nga profesor doktor Lush Susaj. Po vuajmë pasojat e qeverisjes kaotike me njerëz pa kulturë, pa dhe dashuri, pa shpirt e pa ndjenja kombëtare. Sot kemi një kalim nga qeverisja aristokratike e gjithëpërfshirëse e 1912-s tek qeverisjet e sotme klanore, produkti i ëndrrës, sakrificës dhe punës së dëshmorëve dhe patriotëve të rilindjes kombëtare që shkrin jetën dhe pasurinë, nuk zgjati më shumë se sa 28 nëntori 1912
Edhe pse ishim të varfëre në diktaturë, deri në 1990-ën, u ruajtën profesionistët e ekonomisë, planifikimit, projektimit, zbatimit, ujitjes, bujqësisë, blegtorisë, arsimit, shëndetësisë, ushtrisë, mjedisit, topografisë e të tjerë. Materialin e profesor Susaj e gjeni në faqet 10 dhe 11. Tituj të tjerë, kryeministri Rama ndryshime në legjislacion për problemin e pazgjedhur nga kushtetuesja. SPAK mund të vazhdoj hetimet. Kreu i ILD-s Artur Metani, inspektori i lartë, firmos 9 inspektime për vitin 2026, qytetarët dhe subjektet ankesa për zvarritje gjykimi. Makthi me Albanian dhe Diellën, sistemet që glaburuan 500 milion euro në krizë, self-care jashtëloje për 130.000 biznese, ja të shndodh me gjobat, në faqen 6. Opozita protesta e tretë kombëtare, sot në orën 17, opozita e bashkuar dhe mbi 100.000 qytetarë qendrestar do të mbushin bulevardit Dëshmorët e Kombit para kryeministrisë. Xhelal Mziu, të gjithë në protest për demokraci e ndryshim. Xhaferi, e gjithë rinia në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Në faqen 3, detajet nga protesta e ditës sotme. Sociale Wizz Air vjedh shqiptarët me 48 euro gjob për check-in. Erzeni skadencën e ka në prill, por myket që tani. Banorët të pakënaqur, shpresa u rrit çmimin e biletës. Dosier dhe histori, Bashkim Koçi, Arshin Zhezo, gazetari që la pas hijen e dritës. Pascal Sinani, si nisjen veri aksion për grupet armiqësore të naftës. Serveta Galliu, debatikasit që lidhen besën kundër nazifashizmit. Në faqet 16 dhe 17. Këto ishin titujt kryesore dhe nga Gazeta Telegraf për ditën e sotme. Ne do të zhvendosemi tani te një tjetër gazete e përditshme, është radha e ditës, shohim titujt kryesor të saj për këtë të martë. Baksëriolli dhe Ulaj, çfarë zgjedh Majta në një konflikt mes komunitetit dhe kapitalit? Rama Berisha dhe përplasja mes banorëve të Velipojës dhe projekti turistik të shpallur investim strategjik. Për çmimi Made in Albania, disa mendime për të ndarë edhe me ata që nuk duan të thellohen në ideologji. Në brendësi, materiali i plot. Kryeartikulli i ditës vjen nga Fatos Tarifa, podcast, tunel dhe çokoladë. Çfarë bën kaq të pazëvendësueshme zonjën Balluku nga të tjerët? Devotshmëria ndaj programit të PS-s, aftësia intelektuale, kredencialet akademike, përvoja profesionale apo janë arsye të tjera, interesa ekstra politike dhe ekstra profesionale. Pyetja misterioze, çfarë ka kaq të veçantë zonja Balluku dhe disa budallallëqe botrore në kujtesë të zotit Rama. Në faqet 6 dhe 7, materiali i plot. Pyetje përgjigje me lexuesit, a është e vërtet që pezullimi i një ministri apo zyrtarit lart paralizon institucionin që drejton? Si duam ta shohim shtetin, si zgjatim të individëve që e drejtojnë apo si institucion që qëndron mbi ta? Për një figurë kyçe të qeverisë, me kompetenca të mëdha financiare, standardi i llogaridhënies duhet ishte më i lartë apo më i ulët. Në faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Tituj të tjerë, Haga, prokuroria kërkon nga 45 vjet burg për Thaçin, Veselin, Krasniqin e Selimin. Pretenca konsiderohet e tepruar, por gjykatësit kanë 3 muaj kohë që të marrin një vendim. Në brendësi, mesazhi dhe fati tragjik i Genardit dhe Sonidës nisi në vitin 1997. Pse i Albania është kthyer në një makth? Problemet shumëta. Rubrika e shëndetit, një sëmundje e heshtur që po prek për ditë në botë miliona njerëz. Rreziku që po kalon një nga organet më punëtore të trupit njeriut dhe pse.
Qytetet që pëlqejnë më shumë pensionistët, vëzhgim në Shqipëri. Pije që ul tensionin e lartë të gjakut, këshilla mbi ushqimin. Në brëndësi, 2 faqe të dedikuara me fjalë kryqe dhe lojra mendore në faqet 22 dhe 23. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Dita për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e Gazetës Sot, shohim titujt kryesor të saj për këtë të martë. Brukseli kërkon kokën e Belinda Ballukut, ultimatum Ramës t'i heq imunitetin zëvendës kryeministres dhe t'i hap rrugë arrestimit të saj nga SPAK. Edi Rama shet Ballukun paralajmëron ndryshime në legjislacion për të shpëtuar veten dhe presidentin Bajram Begaj nga pezullimi e arrestimi. Në faqen 2. Tituj të tjerë: alarmohet Bashkimi Evropian nga korrupsioni i qeverisë Rama dhe çështja Balluku. Projektuesi i qeverisë teknike Rama Basha McAllister, vizitë urgjente në Tiranë. Në faqen 5. Alfred Sako plas bombën, zbulon Epsteinin shqiptar që shantazhonte njerëzit bashkë me Edi Ramën. Si u bëi presion pushtetarëve të lartë që të mos shmangeshin nga orekset që kishte kryeministri. Në faqen 10. Afera $140 milion me Smart City, Komisioni Evropian i tërheq veshin qeverisë, respektoni privatësinë dhe standardet e BE-s për prokurimet. Hapet tjetër hetim për afera me fondet e BE-s. Hetuesit e Olafit zbarkojnë sërish në Shqipëri, marrin dosjen penale të abuzimit financiar të policëve me Frontex. Zbardhet skema si u bën në Rrushe Kumbulla 3 milion euro. Në faqen 7. Tituj të tjerë: Romeo Kara, pas Belinda Ballukut, nuk është çudi që SPAK të pezullojë edhe kryeministrin. Ja çfarë pritet të ndodhë pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Një vit pas arrestimit, GKK kalon për gjykim dosjen e Erion Veliajt. Avokatët e kryebashkiakut bojkotojnë seancën dhe hedhin akuza për shkelje të rënda të procesit ligjor. Nuk kanë fund telashet për Partinë Socialiste, Rogozhina shkon në zgjedhjet parakoshme. Gjykata e posaçme dënon me 1 vit burg Edison Memollën. Ja afera që fundosi kryebashkiakun socialist. Në faqen 9. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Sot për ditën e sotme. Ne do të zhvendosemi tani te një tjetër gazetë e përditshme, është radha e përditshmes më të madhe sportive në vend, Panorama Sport. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Kupa Durrës Ballsh si provë për bigët. Byli si pret vllaznin, Martini ndryshon formacionin para verdhe bluve. Teuta sfidon Egnatian, Europa kalon nga kampionët. Në faqet 2 dhe 3, materiali plot mbi kupën e Shqipërisë. Kryo artikulli Panorama Sport, intervistat Mehmeti, titulli shënoni edhe Partizanin. Bespalla, Dinamo mund t'i fitoj të 2 trofet. Tekniku i bluve U19 është i bindur te nëndetësja. Ndërkohë ish trajneri të kuqve vlerëson merkaton, por ka një sugjerim. Intervistat me Mehmetin dhe Bespallën i gjeni në faqet 4 dhe 6 të gazetës Panorama Sport ditës sotme. Bosnjaku afrimet, Riyad Kobiljar firmos me Tiranën. Lakja Gjika në Elbasan, temat duen mundur patjetër. Flamurtari Moriero optimist, afrimet do të na shpëtojnë. Në faqen 8. Laçi ndes garën e para në pikën e vlimit. Analiza Juglindja nën presion, dram, balt dhe tension në javën e 21 të kampionatit. Në faqen 9 gjeni detajet dhe analizën mbi kategorinë e parë. Britaniku panik për startet në Formula 1, Norris alarmon, bateria nuk mjafton. Në faqen 14.
Edhe një titull i fundit, Angli, portieri, City ngre në qelë Donnarumën, më i miri, në faqen 21. Me këtë titull nga Anglia e mbyllim këtu dhe faqen e parë të gazetës më të madhe sportive në vend Panorama Sport, e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në Shqipëri, ndërkohë do t'i rikthehemi edhe një herë tani titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Heqja e imunitetit, çështja Balluku, Komisioni Evropian i kërkon kuvendit të veprojë urgjentisht. Shkeljet, Komisioni Evropian i bëri dje thirrje kuvendit që të veprojë pa vonesa lidhur me kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, e cila është pezulluar nga detyra dhe përballet me hetime për shkelje të barazisë në tendera. Brukseli thekson se trajtimi menjëhershëm i kësaj kërkese është përgjegjësi e kuvendit të Shqipërisë dhe një hap i domosdoshëm në luftën kundër korrupsionit. Në faqen 3, materiali i plot. Kryeartikulli i Panoramës, pas pezullimit të Ballukut paralajmëron ndryshime ligjore, Birn, Rama shpall kabinetin të paprekshëm nga masat e SPAK. Skangut për imunitetin, reagon Berisha. Rama po kërcënon gjyqtarët, grusht shteti ndaj drejtësisë. Detajet dhe reagimet i gjeni nga faqja 2 deri në faqen 4 të gazetës Panorama ditës sotme. Shohim tituj të tjerë, Prokuroria Speciale kërkon 180 vite burg për 4 ish-krerët e UÇK-s. Haga 45 vite burg për çdo ish-komandant të UÇK-s. Në faqen 9 gjeni materialin e plot dhe vendimin e ditës djeshme, fillimisht u mendua se ishin 45 vite në total, më pas u deklarua nga zëdhënësi se ka një gabim në përkthim dhe janë 45 vite burg për secilin prej 4 ish-krerëve të UÇK-s. Tituj të tjerë, vendimi, një vit në qeli, kalon për gjykim çështja Veliaj. Legalizimet, hipotekimi i pronave, lista me përfituesit, në faqen 22 për gjithë ata që janë në pritje, sot gjeni një pjesë të përfituesve. Botimi i Dacit, Skënderbeu për Dej Atlantikut, studimi në faqet 14 dhe 15. U përndojsh nga 30 sigurim sa mesazhi që la Musineko Kalari, gjyqi ndaj shkrimtares, një shkrim që vjen nga doktor Uran Butka, në faqet 16 dhe 17 gazetës Panorama ditës sotme. Shohim dhe hapësirën opinion, Draghi për Shtetet e Bashkuara të Evropës, shkruan akademik profesor doktor Anastas Angjeli në faqen 19. Arben Cici Epstein, e keqja në perandorinë e pushtetit, jo kaos, por rend, në faqen 18. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe shqiptare, gazeta Panorama, e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend, ndërkohë ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, do të rikthehemi pas pak me telefonata në studio. Publicitet.